Jam i ftuar nga Festivali Ndërkombëtar i Filmit për Studentë në Tiranë, edhe është një kënaqësi sepse kthehem me shumë kënaqësi në Tiranë edhe në në Universitetin e Arteve. Dhe tema e masterclassit që unë do të zhvilloj është violinisti, shkëndija krijuese, lidhja midis personales dhe universales. Kjo është si temë kryesore. E pastaj unë do të zbërthej disa elemente duke u bazuar te eksperienca time me filmin tim gati gjysëm autobiografik violinisti. Dhe do të mundohem që t'i bëj një analizë të filmit për studentët, si të gjithë edhe të pranishëm, dhe njëkohësisht do të bëj një zbërthim të rrugëtimit tim personal si regjisor dhe frymëzimi fillestar i këtij filmi, si dhe montazhi final, pra prerja finale. Pastaj do të mundohem të bashkëbisedoj, sepse unë nuk e quaj këtë si një leksion tipik, specifik, por është më tepër një lloj frymëzimi që dua t'i jap ose një lloj shtytje duhet t'i jap studentëve dhe kinasëve të rinj shqiptar për të kuptuar procesin krijues dhe vendimerrin shumë të gjatë prodhimit të filmit, si dhe shndërimin e përvojave intime, individuale në histori që rezonojnë në nivel universal. Sepse është shumë e rëndësishme që të kuptohet cilat janë temat që një student apo një regjisor vendos për të zhvilluar dhe më pas për të realizuar. Dhe unë do përpiqem nëpërmjet eksperiencës time personale të jap si një lloj guide ose një lloj frymëzimi për që studentët shqiptar edhe kinasë shqiptar të zgjedhin temën e dur, historinë e dur, ta zhvillojnë dhe pastaj ta realizojnë dhe të kenë një sukses ose gjithë përpjekja që ne do bëjmë dhe si kinema shqiptare.